E Kaltrina Selimi e nisi javën me postimin e Tristanit të vogël. Foto bashkë me të me shënimin tu e shëtit ka mahalla e postimet të tjera të soja si kjo ullur këmba kryq e të tjera. Ndërkohë Shpat Kasapi postoi foto për krah kësaj vajzës, e të shumta janë fotot me këtë vajzën që ai ka postuar në Instagram. Kurse Enca Agjiu këtë javë postoi foto me këtë djalin e vogël ku shihet buzëkuqi i Encës në komplet fytyrën e këtij bukuroshe të vogël. Ajo gjeti kohë t'i uroj Shën Valentinin të gjithëve me këtë video. Happy Valentine's Day! I got a question for you all. Does your crush know that you got a crush on them? If not, just tag them below. I dare you all. Le fleshat e si Kresha dhe Tresha që po i bjen me stupsat është postimi i Kreshës në Instagram. E mirëmëngjesi nga Ledri Vula, rrugës për në Ben. Ai gjithashtu ishte musafim në Xhardhet pa Ermalin. E një postim tjetër është ky në koncertin e tij. Urime Shën Valentini na tha Kida me këtë postim. Pasqyrë më pasqyrë nuk tha Kida. Ajo thjesht pozoi një 3 herë para pasqyrës. E dashura Bleuna Qereti postoi këtë foto bashkë me Nicki Minajin, me shënimin të kontrollu se qysh i kemi flokët para se fotografët të fillojnë aksionin. E gjithashtu këtë foto nga fotoshootingi e mjaft thekthi mbi motor. Ermaj Fezullahu postoi foton me babajin e tij të madhin Sabri Fezullahu me shënimin Heroje. E fotoja tjetër me mikrofon në dorë me shënimin Ndjenja më e mirë është të rëndosh live. Kapital T po thot me nxjerr diçka prej Kurxhofit. Edhe ka pyet Tiranën se a janë gati. E në foto bashkë me 2x2 duket se Tirana pas ka qenë gati, se në këtë foto shihet nga mbrëmja që ata atje patën. E këngëtarja Dafina Zesiri, sipas kësaj video, duket se ka fuqi të mbinatyrshme, për herë aplikacioni i ri. Ndërsa këngëtari Vedat Ademi e nisi javën duke shiu çajin me familje. E ai pastaj tha se kjo foto është shkëputur nga xhirimet e klipit dhe këngës time më të fundit bën ftohtë, thot ai. Duke na thënë se do të prezantohet me 14 shkurt. E ndërkohë këtë këngë mund ta gjeni në YouTube. Pun atë ditë që të shohim pakës dritë, thot Eni Koci me këtë postim. E gjithashtu na ka përshëndet me një mik të tij që është ky skeleti, që shoqëron gjatë mësimeve. E postimet po i përfundojmë me këtë postimin e Likit, e Sheqës dhe Gjylit, të cilët po lypin azil në Gjermani. Ka zvequam nga Instagrami këtë javë, postimet e lezetshme javën që vjen.